Flet përsëri dashurit Danjës dhe ka një mesazh të papritur për banoren. Është sqaruar një deklaratë që u bë virale, mori reagime të shumta në rrjet për Danja Kokën, por edhe partnerin e saj Redin. Në fan klubi dashuri ka dërguar një mesazh duke i bërë të qartë raportin e tyre. Nuk e di, ky çuni më pret mua jashtë, ishte deklarata që u komentua me një masë të madhe, teksa jo vetëm Xhibani, por edhe Aldo, i cili doli më pas, kishin shprehur pëlqimin ndaj Danjës, teksa Danja ishte në stres nëse Redi ka ndryshuar pikpamje. Mirë po ai në një mesazh ka bërë me dije se ai do të jetë krah saj deri në momentet e fundit dhe është krenar për të, pavarësisht situatave në Big Brother VIP, teksa më poshtë është edhe mesazhi i plotë i tij. Danja është ajo vajza që ka arritur deri këtu për vlerave të saj, për këdo që përpiqet ta përballë figurën e saj, veprat flasin më shumë se fjalët, sikurse të ketë qenë e dukshme edhe në debatet që ka pasur brenda shtëpisë. Ajo s'ka zgjedhur kurrë ta ul dikë, sikurse e kanë ulur atë. Për më tepër, ajo ka falur më shumë se kushdo në atë shtëpi. Mendimi im gjithmonë, jam krenar për të, Danja më ka mua, unë e kam atë, kjo na mjafton. Redi e mbyll te dashuri Danjës, i cili duket se ka sqaruar edhe situatat jashtë me Xhibanin, por edhe me Aldon. Këtë na i tregojnë edhe këto të dy me intervistën ku Xhibani ishte shprehur se Redi kishte komunikuar me familjen e tij dhe tani më çdo gjë është mbyllur dhe ka mirëkuptim mes palëve. Ndërsa Aldo u shpreh se ka komunikuar Redi, por ai ka sqaruar se gjithçka ishte një lojë për të parë nëse Danja do të shpërthente si me Xhibanin, nëse do të kishte pasur një shprehje pëlqimi tjetër, por në të vërtetë asgjë nuk ka qenë reale në atë propozim, por vetëm një lojë, u shpreh Aldo.